pak e çuditshme dhe në fakt diskutohet shumë fakti që shembull partitë nuk bashkëpunojnë në qendër, mirë po në zgjedhje lokale bashkëpunojnë. Këtë rast ka pasur? Po, sepse atje është më lehtë në një mënyrë një tjetër të hiezohet, s'po them të mshifet, kalkulimi që mund bëhet nivel qendrës, është dukshë më transparente, këtu çka bëhet, si bëhen punët, shifet më tepër, bjen sy, atje nuk bjen sy fort, dhe atje pastaj realizojnë qëllime partitë nga qendra, siç thash, tenderat, marrëveshje të ndryshme, ratimi i njerëzve në propozita të ndryshme, ndarja pushtetit, përfitime të ndryshme, beneficione të ndryshme që sjell pushteti, këta kanë, sepse këta i kanë frejt dhe pejt për të dirigjuar çdo kryetar komune. Jo rrallë herë keni dëgjuar që njerëz të thonë njëri tjetrit kandidatët nuk e qeverisi, po ka qeverisi XY nga qendra, nga Prishtina, kështu me radhë. Pra, po dhe është, po them, mjaft diskutabile kjo çështja e institutit të balotazhit. Duhet hequr apo jo, unë mendoj që duhet hequr gjithsesi, sepse edhe kushton, jo vetëm politikisht, por kushton edhe financiarisht edhe në kohë, dhe lejon mundësinë dhe hapësirën për koalicione jo parimore, për përmbysje të rezultate, për deformim të vullnetit qytetar dhe demokracisë në nivel lokal në cilën do komunë të Republikës së Kosovës. A shndruar gara lokale në një përplasje mes liderëve në qendër dhe po zhvendoset fokusin ndoshta tek personalitetet, tek ato figura të cilat po kandidojnë realisht për kryetar komunash?